Blegtorët do të financohen për mbështimin e bagëtive përmes skemës së subvencioneve 2025. Konkretisht, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural financon përgjithë të matrikuluar në vlerën deri në 10.000 lekë për krerë, për lopë dhe mëshqirë dhe deri në 5.000 lekë krerë viça, për fermer apo aplikant, me jo më pak se 10 krerë gjedh. Për pjesën mbi 50 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve me status grup fermerësh ose shoqëri të bashkëpunimit bujqësor, të cilat financohen në masën 100%. Udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë i botuar në fletoren zyrtare përcakton se në ditën e aplikimit, mosha e lopëve duhet të jetë jo më pak se 20 muaj, mosha e mëshqerave jo më pak se 14 muaj, ndërsa mosha e viçave jo më shumë se 14 muaj. Pagesa për viçat përfitohet nëse ato mbarshtohen apo janë mbarshtuar në fermën e aplikantit, por jo më pak se 3 muaj. Po ashtu do të jepen pagesa direkte në vlerën deri në 1.200 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar për fermerët apo aplikantët me jo më pak se 100 krerë dele dhe dhi. Për pjesën mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve me status grup fermerësh ose SHBB. Udhëzimi përcakton se në rastin e aplikimit si grup fermerësh, aplikantët të kenë kontratë për shitjen e qumshtit midis grupit të fermerëve dhe një subjekti të licencuar, grumbullues apo përpunues të qumshtit. Kontrata parashikon që sasia e qumshtit të shitur të jetë jo më pak se 30% e prodhimit që realizon grupi, bazuar në rendimentin mesatar në shkallë qarku me referencë të dhënat e Instat. Çdo antar i grupit duhet të dorëzojë në AZBR jo më pak se një faturë apo autofaturë shitjeje të qumshtit. Sasia e qumshtit e pasqyruar në të gjitha faturat e dorëzuara nga grupi i fermerëve të jetë jo më pak se 30% e prodhimit vjetor. Në rastin e aplikimit si grup fermerësh duhet të kenë marrëveshje dakordësie apo bashkimit të antarëve të grupit të fermerëve, e cila ngarkohet në sistem në momentin e aplikimit. Në marrëveshje përcaktohet numri total i krerëve për çdo antar dhe si grup, si dhe përfaqësuesi i grupit që bën aplikimin.